Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 23. Mervani mbledhu shtërinë të tërë që e kishte tin, edhe derdhet të lëftonjë, mbretërinë t'ja mburojnë. Ishte po si mizëria e shumë ushtëria tia, po ishte për të rëzuar ai fron i mallkuar që e kish ngrehur djallëzia dhe elpëri e ligësia. Ishte fron i mavjes, i bushtrës së pabes, ajo mbretëri e shkret, sa dëm kish bërë në jetë. Një mervan e pat filluar, një mervan e ka mbaruar, duke shuar o Syfjan, Zoti madh dhe mervan, për hapi gjithë errësirën, pruri dritën e të mirën, Zoti i mirë, Imam Xhaferi, shpirt të madh e zemërgjeri, nërpunëra si shpërzier dhe spërzjehi në njëherë, po i thoshte njerëzis edhe gjithë miqësis, ç'bën ata ju mos e bëni. Njeriu kur e ha qeni tërbuar, me dhëm duke kafshuar, ai po s'mund ta kafshojnë, fajnë duhet t'ia durojnë, se e liga dhe e mira, njeriu dhe e gërsira, qysh mund të ndahen në jetë, ndaj njeriu të vërtet? I pari unë ka thënë, njerëzia çdo që u bën juve duhet të ndjeni dhe mirësi të rrëfeni. Kështu the dhe me zemrë të qetë të qofshin falë për jetë. Abdullahu, zoti ndjerë që kish nip Imam Xhafer, ish i pari ushtërisë dhe i gjithë njerëzis. Shumë trim ish Abdullahu, pa mi kry e kish sefau. Ky burr trim u lëshua, mi mervana si dragua, ra pas dhe ushtria, gjithë njerëzia tia. Posa ishte bërë ditë, kur u posh në ushtëritë, da anë të fratit të shkret, po, Zoti vërtet. Në anë të ati lumi, të shkon ulliri më shumi, sa punëra kishin gjarë, gjakërat dhe sishin tharë. Nda anë të fratit njëherë njerëzia i shpërzjer, më njani shaliu vetë, Zoti madhe i vërtet, edhe i gjithë urtësia, mirësia e njerëzia, më njan ish mavije djalli, që botën në brenge kalli, ish bashk me djallëzit e me gjithë ligësit, ati e kordave të titi, edhe kali hingëlliti, para si për si rufeja, andaj u trëmb mavijeja, a herë rëfeu fen, shiko dhe lëpërit gjen, bi ushtët vuri kuran, dhe lëpërit të gjallë lan. O shtrig, o më e thënë, valët ti ta kishe dhën, punët ti kish gatuan, apo kështu ishte shkruar. O fat, o plaku syflak, nuk i je dhe ti i pak, në anët ati lumi që se zë të shkretën shumi, në ato cuka, në ato maja, ati e është Qerbelaja. Nda atë vënd është bërë ajo punë e madhe tërë. Nda anët ati Ibrahimi kishte marrë shpagëtrimi. Njeri nërmend s'mund t'i bjerë, gjithët shngjan atje njëherë, edhe tani ma atë anë i shpu e thëna pavanë, se gjithët që kishin gjarë, tashti ishin për të larë. Prapa liu ish më njanë, se djalli po ngjan me tanë. Ajo ishte Abdullahu, burri trim i lumë të krau. Lulja fshihet e del prapë, kur vjen verëza me vapë. Ish bashk dhe Perëndia, edhe gjithë mirësia, djallëzia e mavijes ishte mervani pabes, me të gjitha ligësit, edhe dita ajo ditë, vjen rreth e rotull jeta, po puna ajo është e shkreta. Abdullahu me të parë armikët të kishin rarë, tha, këtu donja dhe unë, se këtu unis kjo punë, këtu dhe fundin të gjenjë e gjithë kushta rëfejnë. Kështu tha dhe ngriti sytë drejt të Zotit që s'ka të dytë, pastaj mlodhi ushtërinë e të tërë parasin, si cilin në vend e vuri dhe fjalë të ëmbël zuri. Tha, vëllezër e miq e shok, zotërin që u kam mbi kokë,
Sot I tërë kombi ynë nër ne ka shpresën e synë, se e lodhi robëria, e këputi ligësia, pa tani rreth të shpëtonjë, e pastaj të lullëzonjë, të shpëtonjë robërie e të dalë djallëzie, se ditë e bardhë e liris është urat e Perëndis, të liruar e lanë këtë vend të prindrit tanë, por anër thonjë të Mervanit, në urdhërit të Syfjanit, në zgjedhjet e Mavijes, që s'kish njerëzie pjesë. E di njerëzie tërë që të këqia kanë bërë, më mëdhene shkretuam, kombina e varfëruam, me një luftë të paprerë, e lanë thatë të mjerë, I përzunë mirësit, pa kallë jezitëritë. Njerin e kanë lidhur në një kurth shumë të hidhur, kanë ngritur njerëzinë, kanë vënë ligësinë, mirësinë e shpërnderuan, e dhelpërinë mësuan, kanë shkelur zotërinë, duke kallur djallëzinë. Mës një as I biri tanë, as I vëllaj të vëllanë, se turp në faqe s'ka mbetur. Punë e madhe na ka gjetur, ka në bërë tjatër besë, njerëzi e mavijes, besë kanë marë marëzinë, për gjë se zënë njerin, vunë ligë armiqësin, për mbysë në vëllazërin, për zot të malë zunë djallë, edhe në mes tën e kallë. Zunë djallë e djallëzin se kujtuan Perëndin, kombi në kurth e vunë, e në hekura e shtun, marjen e makutërin, prishjen edhe pabëzin, të këqia gjithët që janë e të liga ta në mban, në mes tënë na I prunë, me ato shikoj në punë. E vunë kombi në zjedhë, sa më smund të mand t'i mbledhë. Na se ndromë me këtë punë, pa armikërin në zunë, për të vënë robërin janë prishur me alinë, kanë sharë Fatimen për të ndryshuar fenë, për të marrë kombin pranë, helmuan Imam Hasan. S'lanë gjallë njeri të mirë, pa pru në këtë errësirë, të gjithë prindrit tanë për një të vërtetu vranë, për të miru për poshnë, e breng të madhe hoshnë. E kam nërmëndit e natë, kur më rëfente Imant, duke qarë Gjerbelan dhe shokët e ti e tanë, me sy të ti I kishpar në Gjerbela që kishin gjarë. Dhe atë se mos e lanë shumë mundime I dhanë, apo mos lanë të birë Imam Muhammed Bakir, pas ati dhe të vëllanë Zejdin e tim Nip Jahjan, edhe të tjerë e të tërë kombin e mjerë. Luftuan të vërtetën, e vunë ligë të metën. Kjo breng stuhet e tërë, vete dini çka në bërë. Tani, zotrin të mirë, neve me zëmrë të ngrirë, gjerkur të rim të qetë e në robëri të shkretë, ylli tyre është I shuar, ylli shkreti mallkuar, njerëzia po na presën, se për ne e kanë shpresën. Kjo është një e madhe ditë, njerëzis I bie dritë, në oprishtë sot armiku, dit e zezë vate iku, në mbet sërish në jetë, mbet kombi për jetë I shkret, fluturoj për jetë e mira, ndënje liga dhe rësira. Kështu tha, me zëtë ambël plaku, mendje shumë e fjale paku, shokët shumë I bënin derë, se kish nip Imam Gjafer. Abdullahu jetë gjatë, a ju zot I mirë atë, kishte Zejnel Abidin, pandaj në gjante me Alinë, qysh kishte Imam Hussein, që kishte mëm Fatimen, parësia shkoj në balë, thanës, kthehemi të gjallë, plaku kur hipi në kalë, duke I ri por si djalë, pas I bie kaloria, pa u shkull dhe këmbësia. Gjithkush kordën në gjveshi, pa u derdë si rebeshi, po armikët të qëndruan vëndi nuk e lëshuan, pa erdhën des lufta e shkretë, luftëtarët të simbletë, gjithë binin në të vrarë, ndeheshin në positrarë. Vinte gjaku si rëketë, duke derdhur ta të pjetë, frati shkret duke shkuar, vinët deti trumbulluar, pluhuri ngrihej për pjetë dhe bashkohej me retë, lufte zeze mallkuar, jetë shumë e të meruar, Abdullahun dënj më njanë, se shumë shoku ju vranë, pa po thanë. Zoti vërtetë, do të na lësh rob për jetë? Ylli luftës I pabesë, mos rreth ti ndiq ma vijes? Kështu tha dhe u lëshua mbi armikët si dragua, shokët trima bashkë vanë,
me të madhër ti kuran dhe ata sërish i pritnë dhe shtun e shumë goditnë, po këta në mes turan edhe kohë më sulan. Atëri shtrimëria, me atë bëhet çudia, s'kishte dalë plumbi shkret që e vuri në 10 për jetë. Pa i qanë i përndanë dhe i thyen e i vranë, mos u prishtë ushtëria, pa ikën si bagatia, mizërit e ushtërisë si tufët e bagatisë, u përhapnë e u përndahnë, po i ndoshnë e gjallë si lanë. Mervani shpëtoi dhe iku, vetëm një shigjet e pshiku, i rakalit edhe humbi, iku me vrapo si plumbi, të tjerët të gjithu vranë, djalli e shpëtoi Mervan. Pa u aratis e iku, nuk ra në dorë armiku, sa luftoi Mir Abdullahu, o trim më të lumë të krahu. Rrith gjaku nga korde larë, si shi për dhe duke rarë. Armikët të si i preu, gaz të madhë në zemrën djeu, më gjunjë unje trimi mirë, me një të madhe dëshirë. Pangre sytë drejt për pjetë, thot Zoti vërtetë, Zoti madhë të qofsha falë, qeshë plak më bëre djalë, sa nder të madhë më dhe mua, armiku yn u shtua, e more shpagën në vetë, Zoti madhë e i vërtetë, më këtë vënd të kyllum që në bërë punë shumë, këta sot të gjithët shenë atë që bën e gjenë, s'të shpëtuan nga dora, ti more shpagë, unë s'mora, vetëzë gjithit shpërbleve, neve kurës nga gënjeve. Kështu tha dhe u malën gjyë, pa nga shoku të kthye, tha, ju trimat e vërtet, la të emërë për jetë, nderua të Perëndin, shua të jezitërin. Tha, kështu edhe qao shumë, lot ju derdhë si lumë. Po Mervani s'ra në dorë, iku e mori tërthor, djalli pshihi si lugati, po si qeshte kurë fati, nga do shkont e tek to vinte një breng u dhënizinte. Pruri rreth gjithë Sirin, Egjiptën e Arabin, herë si lipës shëndinte, herë në përmale rinte, pshihe në përpyje në vrima, i këtën si vetë tima, dhe gjumë i ziku rezinte, me një sy hapër flinte, si ariu fletë hante, shpirtin me pahire mbante. Edhe thoshte, unë, mbreti, të bënem këshu, që më gjeti, po më së fundi e gjenë edhe kokën ja prenë. Abdullahu t'ja dërguan, punën këshu e mbaruan. Po nga fisi Syfjanit edhe nga fare Mervanit, këtjej kishin betur, të gjithë s'kishin vdekur. Ata të tërë ngrin, Selinin jezitërin, Selinin marëzin. Pa bota u ashpërua, rodhi gjaku si përua, sa s'mbeti fare prej Syfjani, pe jeziti, pe Mervani, të gjallët gjithë i shuan edhe varet i rëmuan. Eshtrat e Mavijes, të jezitit të pabes, të ati Mervanit të parë, që kish nip një Mervan Gomar, të gjithë fisit atyre që ish nga i asaj mënzyre, në zjartë i hodhe i doshnë, se nga ata shumë hoshnë. U shua jezitëria, po ashtu shpëtoj njerëzia, gaz të madhë dërgoj në jetë Zoti madhe i vërtet. U shua armikëria, edhe djalli e djallëzia, kombi shpëtoj robërie dhe çdo farë ligësie, çdo të bën njerëzia shpejt e gjen nga Perëndia. Edhe e mira s'harohet dhe e liga nuk mënohet. Gënjeshtra s'mund të ronjë, nuk mund të trashëgonjë, se mbretëron e vërteta, kështu është që kur jeta, të ngjarat e Qerbelas, punët e Ali Abbas janë për jetë pasqyrë, rrëfejnë këtë mënyrë. Zoti mësim për të dhënë neve ato i patë thënë, e vërteta është e vërtet, a ju mbretëron për jetë. Shok, juve mos u ndani, këtë fjalë mend ta mbani. E patë fundi si dolli, Zoti madh këtuth e solli, erdh urat e Perëndis, i dha dritë njerëzis. Këputuan zhvlen liria, që e humnë nga e padia, e muar vesh të tërë ma vije që pat bërë, dhe jeziti me Mervan e shokët që unë gjanë,
ishin në gjumë e udhëzuan, të mirën e kuptuan. Aher e desh në Alin, desh në Zejnel Abidin, edhe Hasan e Hysen, desh në Mëm e Fatimen, edhe Muhamed Bakir i njohën që ishin të mirë. Desh në dhe Imam Gjafer, i bën si duhen der, Sulejman Sardi së pari, pastaj buri madh Myftari, trimi mirë Ibrahimi, Zot i ndjer e ba Muslimi, Abdullahu e të tjerë që dua dhe shumë herë, burra të trima me besë, bënë të madhe shërbes për njerëzin, shtu në poshtë ligësin, shpëtua në mëdhen, duke shtënë ma vijen. Naim Frashëri, Qerbelaja, kënga e 23. Nxitoni të regjistroheni tek Udha e Shkronjave, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.